Kur e morët vesh që do t'u heqin gjendjen civile? Po na erdhi shumë keqe. Po kur e morët vesh? Sa ditë ka? Po jam me 3 ditë para se të bëjë protestë parë, morën vesh që gjendja civile. Ju pyeti njëri që do ta heqim? Jo, fare. Fare. Asnjë dëgjes publike? Asnjë dëgjes publike, asnjë informacion tjetër, as nga gazeta, as nga gjë. Po kryetari i komunës ose kryetari i njësisë? Tu janë vetëm sa me rrogën. Morën rrogën e futin xhep, i ikën s'do ta dinë më. Kryetari doli në protestë ju? Turpi, jo, mori asnjë, ja, ka 30 veta ishin tu. Turpi më i madh do na ngelet brez mbas brezi na fëmijë tanë, na nifri do na vit turp. Do thosh, por nuk ish një burr të thosh, më luani një këtu. Do na vit turp na vetja. Po a pyetët në... Edhe ta turp të kenë ta që zvinë tu ta kërkojnë të drejtë. E kuptoj, a pyetët në bashki pse e hoqet? E kishte atë, eshte 1908-ës, verë linja Sakra, thot. Levani në 6 jetën e shkryuar si fshat. Dhe po të vinin Levan, të pjesë një, t'i thoni, nga e ke prej ardhjen, dhe qa viti ka ardhur Levan, dhe çfarë do të thotë. 60 vjetë ka mori. Tu ka 2000 vjetë histori, Gurzeza, Qyteza, Sakra, ka dhe kontribute në krijimin e qeverisë. Turpi madh për neve që të iki gjithu. Shumë bukur, këtë pjesë e kuptova. A pyetët pse morën këtë veprim? Po nuk e di. Në bashki, a shkuat e trokitet? Jo, kush të pyet më në bashki? Kush nuk dhe do tutet tek kjo qendra administrative. Nuk të pret njeri. Fare, e ka vendosur qeveria. Përshëndetje, si jeni mirë? Kemi punë. Jam punë, kemi punë. Kemi punë. Se cilë ka ai që e mëson. Nuk e di. Se të vi një bar thot unë të shkatroj të Sakrani. Mos ofendojmë asnjë, të lutem, mos ofendoj njeri se nuk i kemi këtu edhe aq më tepër ofendimi mbetet ofendim. Është turp për neve dhe gjithë ta njerëz që gjendja civile dhe çdo shërbim tjetër të ikin nga Sakrani. E dhimbshme. E dhimbshme. Jemi edhe para sa kohë edhe para sa kohë aty në televizor. Komuna më e madhe në Republikën e Shqipërisë dhe si gjithë Ballkanit është Sakrani. Dhe pas atje në televizor jo, nuk se jam as politikan as historian. Tani kur ky thot kështu, ti kërkon ta priqesh këtë komunë, kërkon ti heq ta marrësh të ato 80 vjeçarin ta shpesh në Levan. Kush është ky shtet? Si s'u vjen rëndë turp? Për çfarë prish? Para do 1 milion lekë jep atyre apo 500, se di? Po sa punëtor punonin aty? 2 punëtor. Po 2 punëtor po kursen, 2 punëtor. Sa kursen ka gjë tjetër. Pastaj çelta ti për mbajtur gjep tutën. Jo ti do kur do qy. Kur do ai atje. Të gjithë qytetarët kur janë emigrimer. Ktu ka lënë familjet, kush ka lënë gruan, fëmijët. Edhe i thot burri në Itali apo në Gjermania më duhet një certifikat. Do ngrihet gruaja të vetë marrë certifikat në leva, ne? Pa ishte 80 vjeçari. Se këtu vetë e merre këtu. E dërgon atë Po me Elbenën, dini ta përdorni u Elbenën? Po kush di më re? Tajnë djalë. Po ti unë ja telefoni. Telefoni po s'di. Ja ta shoh kryeministri sepse thot digitalizimi. O zotë ja. Po me këta e marrën atë. Fal një transformimi epokal që kemi bërë përmes kalimit të shërbimeve, për cilat deri dje duheshin mbajtur radha në shi dhe në diell, dhe i binte që të paguaje një bakshish edhe për të marrë një certifikat të gjendjes civile në xhepin ton, aty ku kemi telefonin celular. Faktikisht ka bërë të mundur që ne të jemi një nga vendet avangard në drejtim të shërbimeve online. Në qoftë se ti do një certifikat personale, martësore, do të vesh të gjendjen civile vëlla. Ta marrësh, nuk e merr dot e Albania. E kuptoj. Do bëj lidhje me ata, i japi okej ai pa të marrë certifikatën.
Tani nga këtu e në Levan sa kilometra është? Është 20 kilometra. 20. E për të ardhur 40, do me Po thënë? 40, po do taksi të vesh atia. Se s'ka makinë, mu s'ka makinë. Idziemy na Goriszowa do 3.000 lekë dhe 500 në Levan. 3500. 30 vi. Juve ju kanë lënë dhe pa rrugë fare atje, se kërkoni të rrugë Edhe atë? ujë s'kemi, jo... Po, e di se kam qenë në Gorishov. Për ujë e këto nuk bëhet llafi, po mos na heqin këto. Si nuk bëhet as Po unë ne s'keni? bukën ai hoqin. Ta po na marrin edhe ajrin, mos fitin tamam, mos ngopin. Se po da fos kotun, e qa bëjnë mika? Kriminalitet. Që ka tërë popri të prishin të shojnë Levan. Po ta shojnë zonën sa kanë fare. Se kështu ka nisu këta. Po jeni 13 shatra, më pa. Po jemi 13, po kemi qenë 27.000 frymë. Këtu janë 13.500 votues që këtu nxjerrin një deputet. Në Cakra? Në Cakra. Dhe po e lëm pa Dhe gjendje këtu- civile, ha? Dhe e lëm pa gjendje civile. Janë 13, Po, më shumë se një deputet, se deputet kanë nxjerr 13.500 votues. 13.500 votues. 1.2. Çfarë themi tjetër? Faleminderit.